Te Kuksi vijon një eksod largimesh në këtë merkato të janarit. Një valë e madhe ka përfshirë lindorë të cilët çdo ditë më shumë po zbrazen, duke bërë që skuadra të jetë në një krizë. Pas Plarent Fejzat që zyrtarizoi largimin, të tjerë lojtarë kanë ndarë rrugët me Kuksin. Argel Avdiu është i radhës, i cili ka mbyllur aventurën e tij me lindorët në këtë merkato. Sipas News Sport, ndërkohë të njëjtën rrugë do të kenë edhe Oxealt Sefa, Onyx Grezda dhe Redon Dragoshi. Të tre futbollistët pritet të ndajnë rrugët me drejtuesit. Siç shihet një boshatisje e ekipit duke nisur nga ishi i Tiranës që është Sefa e deri tek Dragoshi që ka mbajtur veshur fanelën e Vllaznisë, teksa te Kuksi ka mbajtur edhe shiritin e kapitenit. Vlen të theksohet se Kuksi ndodhet vërtet në një krizë pasi pas 17 javësh kampionat ndollën të fundit në tabelën e klasifikimit në kategorinë e parë. Kanë arritur të grumbullojnë vetëm 9 pikë dhe që duken me një këmbë në kategorinë e dytë.